Në emisionin e sotëm do të mund të dëgjoni historinë për marrëgjimtarin nga Tërnocë, si ish futbollistin Irfan Beqiri, i cili prej vitit 1973 jeton në Zvicër. Ai gjatë këtyre viteve gjithnjë ka qenë i lidhur me futbollin. Beqiri për skaj punës së përditshme ka luajtur për disa klube zvistrane, është dalluar si sulmues me teknikë të lartë e gole shënues, ndërsa një kohë edhe si trajner. Hapat e para ka marrë në Tërnocë duke luajtur me gjeneratat para themelimit të klubit në vitin 1976, ndërsa me shkuarin në Zvicër talentin e tij e ka dalluar edhe klubi Xamax nga Neuchâtel atëherë në ligën e parë, por që për shkak të dokumentacionit nuk ka mundur të luajë për këtë klub. Irfan Beqiri në sezonin 1987-88 duke luajtur për skuadrën Kudrefem të ligës së 4 zvistrane, ka shënuar 74 gole, një arritje e madhe për statistika, ndërsa ai është dalluar si edhe shumë marrëgjimtar tjerë për ndihmën që ka dhënë për klubin e Tërnocit. Përshëndetje shikues të nderuar, në këtë emision kemi mysafir një marrëgjimtar i cili që tani 40 vite jeton në Zvicër dhe një ish futbollist, dhe vetë fjalë për zotërion Irfan Beqiri, të cilët i urojmë mirëseardhje në emisionin tonë dhe faleminderit që i përgjigjet. A mund të na thoni tani pas 40 viteve si keni shkuar atje në Zvicër dhe kur keni filluar të luani, çish keni filluar futboll të luani? Unë kam shkuar në Zvicër si punëtor në vitin 73. Me në redhi ja kom fillu mas 2 muajve ja kom fillu në Aldorf me lujtë futbol në ligën e ditë regionale. Mas më të modve thona për shkak të punës s'ka pas punë, më shku në Morten. Edhe në Morten kom lujtë ligën e ditë regionale 4 vjetë. Thona për Mortenit kom shku në Avash, kom lujtë 14 sezone në ligën e 3 regionale. Edhe për atit kom shku në Portallman, kom lujtë ligën e ditë regionale 4 vjetë. Për atit kom lujtë në ligën e 4, Kudrefem kom lujtë 4-5 vjetë si lojtar trener. Edhe apër të në më këti në Avash si veteran. Gjatë kësaj kohe keni pasur edhe oferta edhe për klube më të mëdha të ligës parë. Po, kom pas oferta në Neuchâtel kom pas në 76-ën dhe 78-ën kom pas ofertat shumë klube në Zvicër, po sebe letrave punës si sezon nuk mujt me vazhdu. Se kom pas 4-5 muj pushim, pa tjetër me lishu Zvicrën edhe si mas s'me thonë, pi punës s'ku mujtën me vazhdu. Edhe në kom me që ato liga, që me sukses, ma dhe shkun edhe vjetët, mas 25-6 vjetëve të në mohë, zërë është me shkun dhe një klub më të naltë. Për si qoftë ku keni luajtur jeni dalluar se një futbollist, një sulmues? Po mendimi jem u konë si sulmues, jem konë shumë efikas në ligët ku kom lujtën, jem konë si cëllën sezon gollshenuesi më i mirë. Edhe klubi jem ku kom lujtë u konë klubi klaqër. Nuk kom pas kur një farë problemi që mos të rrinë atë klub ose mos të më angazhojnë për sezonën e ardhshme, atë problem se kom pas. Edhe ju konë fair play, karton, njëherë një karton të sarit e kom pas jetë, se shumë konë lojtari mbrojtës, pëzëm që me hinë duela, më konë, ndoshta dopsia e më konë që si mbrojtës që më konë, pa top që më konë pak ma i butës, si më konë i preferun për mbrojtje. A por sulm s'kom pas problem. Ndërsa në një sezon keni thyer edhe një rekord, keni shënuar gole. Në ligën e 4 në Kudrefem sot dhe mbaj mend se sot ju konë gollshenuesi më i mirë si ekziston Zvicra, 74 gole i kom për një sezon. Me liga u konë liga adopt, ama shme thonë, edhe adopt ama ligat janë liga. Në ekip dush për mi dhonë të gole dush më konë lojtar që me thonë, lojtar efikas, lojtar për të me thonë i fort si gollekter.
Për këtë duhet cekur se gjatë kësaj keni pasur edhe një operacion, edhe keni pasur një pauzë. Edhe kom pas operacion, kom pas pauzë, ama në fund të operacionit jem shëndosh, atëherë kom lujtën me, që me thonë, kom ndesh futballin dhe kom lujt, që me thonë, Ende pa ushiruar. ende pa ushiruar, jem kon i angazhuar që të luaj lojën, kon loja kryesore për me hinë ligën e tretë. Edhe klubi ka hinë ligën e tretë si mas gollave mi, edhe klubi sot atë ditë kur shkojnë në atë qytet, jam shumë mirë pritshëm. E me ati kur shkojnë, ku të referin është interesant, ati kur shkoj, as po të mba internos, po ati nuk ka shansën me pagujt, me hongër, me pi, ata qatë që sot atë ditë nuk në kanë harru. Të respektojnë. Dhe respektojnë. Në ndërkohë në vitin 1976 kur u formua klubi i Tërnosit, ju kur keni ardhur në pushim keni luajtur për klubin. Po për klubin e Tërnosit kum luajtur për kup, kum luajtur do loja kështu edhe në kampionat kur kum pas pushim, ama nuk kum luajtur kështu aktiv në tënë sezonë. Po keni pasur lëndime gjatë këtyre viteve që keni luajtur në lëndime. Lëndime në herë kum pas për të Albani ligën e ditë regionale, po o konë që me thonë, lëndimi e konë lehtë, kum pa në ligamenta, ama s'kum pas problem, mas pauzës një muaj e gjisë, ja kum fillu sezonës, me sukses u konë. Që me thonë, shërimi jem. Dhe e keni dashur futbollin edhe më herët edhe keni ndihmuar klubin. Po futbollin, për mos me deshtaj që është sportist është dhe, që me thonë, një humbje e madhe, unë për mu jo konë, futbolli, që me thonë, sporti më i popularizum sot edhe në botë, unë e kom desht futbollin me zemër edhe sot, në këtë kohën teme 63 vjeçar, s'moj pa futboll më ornu. Me shikua se me lujt, kom qef me lujt, për dit jam që e kom stadionin këtu nga të, edhe në Zvicër e kom para balesës. Unë stadion, mos me dalë dit edhe i vramë, mos me hesë në për stadion, në për pluzën e stadionit, gjithmonë mungon që shem i knaqëm. Dhe ish futbollistët e Tërnosit e kanë potencuar shumë herë se në vitin 83 e keni sjellur klubit një par fanela Adidas. Po, në të kohën në ex-Jugosllavien, kur i kemi vesh majisët e Adidas të Gjermanisë, kanë ardhë këtë klubët tu pari shenkon me në shigur çfarë dresa kemi pas në atë kohë, për neve konë një sukses i madhë si Tërnos, me ato majica me dalë më të gëzushëm se të komunës Bojanovës ose klubit BSK-s, kanë ardhë me në shigur nga të dhe me në prek majicët që qëtë Tërnosi isha kanë vesh. Jo konë i kënaqëm me gjithë që punëtor, dikush i ka dhonë, dikush i sa ka mujtë 50 franga, 100 franga kryesore, klubi gjithmonë e kemi ndihmu diçka. Edhe besoj që klubi në këtë krizë që është sot, inshallah sa më shpejt ngrihet edhe këta gjelmosht e ri punojnë edhe ta kthejnë klubin sa më shpejt se është shumë humbje e madhe për një fshat që vetëm një sport e ka. Nështë edhe ka boksi, ka diçka, nështë gimnastika, këtë qivija, ama ato në spiti, ju dini më mirë, në për sala, nështë speshot të ditë të punu të ushtru, ama edhe unë kom thonë gjithmonë me bas bot dhe një fitim të malë dhe një lutëri diçka veç, ma i spari bëma kje, kështë në marru një dom të blegjve edhe i kështë ndimu futbalit ma shumë. Duke potencuar rëndësinë e futbollit në vazhdim të intervistës, Zotëri Beqiri thotë se shqiptarët e Zvicrës nëpërmjet futbollit i kanë kthyer respektin dhe dinjitetin shqiptarëve që jetojnë në këtë shtet, pasi siç dihet, 5 futbollist shqiptar luajnë aktualisht për Zvicrën. Ndërsa një kohë keni qenë edhe trajner në një ekip në Zvicër. Po, unë kom qenë po si trajner, ama se kom vazhdu shumë ati, ato si për shnetin kisha probleme me shpindën, edhe s'kom mujtë për drejtet e Zvicër si invalid, si me punu ma gatë dhe me lujtë. E pak që shtu këmë konë si aktivist, si veterana, kom lujtë ka pak për shnetin tëmë, për s'me thonë me majtë vijen pak më rëndësien, edhe
normal në kohën tene 63 vjet pak edhe ishte imi rëndu, ama shpresës pi hubi gjithmonë për me lujt, me angazhu edhe për shëndetin edhe për sportin që e dojmë. Na treguat se keni dalë para 2 muajve në pension, po si keni jetuar në këta 40 vite në Zvicër? Sa keni qenë të lidhur me bashkëtarët e këtujt, edhe sa keni qenë të lidhur me futbollin gjatë kësaj kohe? Po gjatë kësaj kohe, aqe mo si aktivist, gjithmonë jem koni i angazhum për sport. Edhe këtu, sare ku marrë, gjithmonë ku marrë pak pjesë, që me thonë, edhe me shiku këta fshatit, edhe më ndihmu sa ku mujt me ndihmu, edhe me lujt pak, si kemi anë pushim ka 2-3 javë, kemi lujt që ka pak, që si që shtojnë për qef, nuk kemi lujt, nuk kemi konë të angazhum në klub ose, se më konë të me së më edhe klub me pas, normal, ama shpresoj që bëhet më mirë edhe për klubin edhe për fshatin, sa më shpejt. Dhe momentalisht ai përcjellni për shembull futbollistët e rinj atje që luajnë në Zvicër. Po ku do në Zvicër ata dinë vetë edhe mund i mishtru pitje, ata e dinë që unë jam një i palallë shumë për atë mund. Pi skate Zvicër, në skate Zvicër gjithmonë nuk u mujnë dashta ba shumë, ma dinë ato sot i vetëmi jam më shumë që i vizitoj. Edhe më nderojnë, që me thonë, shumë kanë respekt ndaj muja. Edhe unë i respektoj si lojtarë, ma ata gjelmësht në kanë zbarë ftirën që për një fshati, ku është liga ma poshtra në futballin e Lubinës Preshevës, kanë më rriqa si suksesi. Sot lujnë në Shqipëni, kanë lujnë në kombëtare, lujnë për klubet në perëndim, ajo është suksesi i madh për fshatin tonë. Edhe për trener si Sedati që ka me punë gjatë kohës sa ka punu, ka mri një rezultat me këta gjelmoshët, për mu është një sukses i madh. Po se vlerësoni futbollin atje në Zvicër, posaçërisht tek shqiptar, tek talentet shqiptar? Po sot në shpindën e talentit shqiptar, njeve sot edhe zvicrat në dojnë më shumë, edhe 3 tonë ju në angazhu, edhe sot ekipa Zvicrës është e gjitha shqiptar. Lojtarët ato jo lojtarë, për lojtarë nivelit botror, që luajnë në këtë klubët si Shaqiri, Gjakan në Mangshën Baha, Shaqiri në Bayern München, aja për neve shqiptarët, Berami në Napoli, Gjemaili e shumë qerë, ajo është e për neve, sot me emën sportit në emi në Zvicër shumë ndim se me një kohë në kanë kuj sigur arroganta, droga, ku di une, do gjanat negative, ama sot na në Zvicër shumë kemi autoritet të madhë, jo veç Zvicër, kemi në Belgi, në Hollandi, në Suedi, ku të shkojsh, si së në ekipë, thuj se keni shqiptarë, di ose në kombëtare. Mendimi është jem që sporti dhe me e ka tregu nivelin e vetë, që ne mund sporti shumica mujnë me ornusët me dignitet të fortë sportiv. Po, a janë duke i shfrytzuar mjaftueshëm të rinj shqiptarë kushtet e atjeshme dhe rrethanat, sipas mendimit tuaj? Po, mendimi jam është që kushtet atë i shfrytëzojnë maksimum, se kam pa shumë shembullin e këtyre lojtarëve që më të mëdhaj, sikur Shaqiri, Gjaka e shumica, kam pa që populariteti pas ka vleft. Edhe sot gjem të ri, ku të shkojsh, i ki fanullot ose majicat e klubov, në për si cilin centër, si cilin prind që shkoje me fëmi, ka qef të blenë majicën e lojtarëve tonë shqiptarë. Sigur Junuza, ose si ki shumë, ku të shkojsh në për stadiona majicat që si cili fëmi i vogël ka qef të blenë shqiptarëve. Mesi të këto i dimo, ama sot në këtë mundialin shumica shalujnë, dëshirojmë që të kenë rezultat. Ama për 4 vjetë deri kur vjene kampioni botror mas 4 vjetëve, demek tonë shumë kam nuk të kënaqur me këta lojtarët e tonë, se i kanë rrinë nivelin evropian.
Pasi që jemi te kampionati botëror, kush do të fitojë sipas mendimit tuaj? Po mendimi është më komplet ekipa që është Argentina. Brazili është si vendas, për mua është Argentina favorit, është Uruguay, Gjermania, Shpania më si mbrojtës i kampionatit. Pa mas djetë, mund me pas dëni befasi. Futballi është që si pëngjej një njeri i madh i Uruguayt 70 vjet e preferoj shumë Belgia si favorite. Dikush që ndoshta mendon të mërije Bosna ose Kroacia, ma për mua ekipa numër 1 është Argentina. Mendimi e mam, ose për mua është kush e meriton ta marrë vendin e parë. Kurse për Zvicrën do të bëni tifo. Po une kom që Zvicra sa të shkoja më larg më mirë. Zvicra sigur Shqipëria kur lunë ose Kosova ose për mua edhe mos jam në Zvicrë, unë të ka drejt, jam në vjet si Zvicrë, shkoj e këshiri në Zvicrë, si të thuj se kur lunë nga gjithmonë shkoj e këshiri, edhe Shqipënia, Kosova, kur qenë në për Zvicrë, s'ka shkoj pa u mendu diherë. Normal, ata pse përpara nësë kemi pa qasi loja kryesore do një turnir në Montreux, kanë maj shpesh vinë ekipët Prishtina vinë do, ama ato e në ekipa liga të vogla, liga që më tonë, liga Kosovës ala është liga e ditë po ki evropiane, ama si kombë dëshirojmë më ardhë sarë që të vinë në imi mirë se që vinë. Dhe për fund çfarë porosie keni për të rinjt që dëshirojnë të merren me futboll? Si mund të arrijnë suksese? Po, unë dëshiroj të rinjt që sa më shumë të angazhohen në futboll, me dalin në terrenin e futbollit, edhe ata njerëz që punojnë të punojnë me dëshirë, e jo veç për interes, që të kenë interes po shkojnë, se edhe s'ka interes, s'po shkojnë. Duhen me kuptu që ka vorfnit madhe, edhe sebe vorfnijës nuk mund të shkojnë në stadion. Kom qef që sa të angazhojnë ma te për trenera, sa dhe për trenerët ishte problem, me dite trenerët s'mund me punu me 15 fëmijë të vogli në stadion, nuk mund me punu korekt. Oshte për Farukja, Nexhatja, a kush është, ata s'mujnë me punu 8 orë, 7 orë ati. Treningi bëhet 1 orë gjithë në ligët e europiane 2 orë, ama me punu seriozisht. Jo me shku në stadion veç, me thonë fëmijë, ka shku në stadion, luajnë, bojnë shka dhe. Kur shkojnë fëmijët në stadion, duhet punojnë serioz, edhe me, që me thonë, me kushte plota. Faleminderit për intervistën. Faleminderit, jo, çkinor. Ishte kjo intervista me ish futbollistin Irfan Beqirin, mërgjimtar nga Tërnoci, i cili ka kontribuar në zhvillimin e futbollit në këtë anë, duke ndihmuar klubin e vendlindjes, por edhe futbollistët e rinj në Zvicër. Ndihma e mërgjimtarëve në kohërat më të vështira ka qenë më së domosdoshme si në sport, ashtu edhe në fusha tjera. Prandaj këta njerëz meritojnë respekt nga të gjithë, e sidomos nga gjeneratat e reja. Thank you.